Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër këtu te kanali jem. Unë jam Elda dhe sot do të kena një video të re për juve. Kjo vlog është vlogu i shumë pritur në kanalin tem që unë e adhuroj këtë vlog. Sot është dita e udhëtimit. Ma në fund kam shku ta event që ka kohë që kam dashur me shku. Ka një event qysh fëmijë që kur e shifsha në televizor edhe e shifsha dhe thosha kam qef shumë me shku, më pëlqen e kështu edhe mezi jam të e prit këtë udhëtim sepse këto bileta jam prit qysh me 8 dhjetor për ditëlindjen teme sa baj ma ka bë dhurat këtë udhëtim edhe po, të hanë qysh me 8 dhjetor unë e pres këtë udhëtim. I kam bë gjanat gati, kena më nis sante 10, i kam bë gjanat gati se kena më nis ka ora 6, pëse 4, 5, 6 për shpisi shto dyqa. Edhe i kam fut gjanat në për çanta, edhe kam rregullu flokët, për ne i kam darë si bubazhel sot. Edhe po jam shumë në qef. Që të regoj thot që kam ba, pritni. Dhe thot si i kam ba, okej, ta shtë jam si jam në profesioniste, i kam ba parkesh, kështu për jashtë, për gjithsesi. Pritni, që bajzu, kështu i shifni mami. Që i kam lënë gjata, hera par në historinë, hera par një teme që i lë gjata. Po, nështë të po i pres pak. Plus që të pëlqen gjyrave që li la, nështë të po i bëjnë bodavik nëse kam ko, ne i spukorim ne i gjokë kështu. Këtë për s'kam vuj që trem të shqipësha. Për s'kam vuj që kështë trem për hajtë. O, zotim, po, se këtë dojnë e vivit. Nuk janë ne kush e di se qa, por hajtë, shnedja, s'ka gjo. Deshti ti bëj gati edhe flokët, të regulloj edhe flokët se ti bëj gati. Të regulloj edhe flokët, edhe atje po sistema e po fshisht të pa e laf shpinë regull edhe shifna ma pun. Të shte, jam të i regull flok, jam të i baka qorela dhe du me i kapë faktikisht, du me i lanë zgjilma. Edhe ka marrë seriali jemi preferum. Këtë serialin e kam pa prej fillimit e deri në fund, çdo episod ja kam pa. Është seriali i parë që shoh prej fillimit deri në fund kështu. Rregullisht. Kara Sevdan e kam pa, por se kam pa rregullisht, faktikisht se kam pa prej fillimit. Unë faktikisht shoh shumë seriale turke. Jam më pasënume, por më pëlqenjë, vallahi, në thënë drejtën. Ka disa që s'më pëlqenjë, jo tana i shoh, por shumicën i kam njek, i kam pa. Ka dhe tjera që kam pa shumë. Dashuri me qera, i kam pa. Stina Qershive kam pa. Së shumë tjera kam pa që s'po më kujtohen. Kam pa tepër shumë që i tash nuk më kujtohen. Edhe po, jam e qmenun. Ta në lloje të serialeve i kam pa këtyne. Më pëlqenja të lezeqëm. Nuk jam në i kështu me ne 24 orë para televizorit, veç me pata. Nuk jam ashillë i robit, për ama, kur kam kohë, i njeku, rije shaf për sëritjet, ishtu kur kam kohë, nuk jam në i rabë si, rrinë të në kohën televizor. Ke kam pa dhe një tjetër, tash kështu seriale atri që s'po më kujtohen. I kam pa dhe do tjerë që s'po më kujtohen. Kam pa te për shumë. Edhe po. Ka që vërë mija, po s'prish pun nga që du me i kap atje. Edhe dalin si dalin. Edhe po, kaq. Zotim. Kuku njerëz, jam pak ma vonë, jam pak ma mrapa se që kam filmuat, sepse edhe sa bahi pak ma heret, edhe shku me la me makine shpejt, se ishte pa që këtë dhamë, për kësa. Por gjithsesi, ok, pse fam full, është se kupte. Gjithsesi, tu pastru makinën, mu thithoni, edhe problemi është se s'mund ta heku ta shkët për me vë një tri. Po, jam të mundu me shkërku kështu me pa video, pa internet. Jam të e pa pro, faktikisht. Nuk i dihet, nështë ja vlen, nështë jo, por gjithsesi, diqa për me kalu kohën. Kaq. Edhe atëherë bëna gati shpejt, se po vjen ora me ikë. Ne u bëme gati, që varrar që kisha me që disa gjana të funit të mami, edhe sistemua një 2-3 gjana që kisha lanë po sistemu këto. Edhe tash të kina me që çantat bagazh,
Kështu si, do në thonë se erdhi ora. Flokt shumë dzet këto. Shpresoj që është dzet edhe atje, edhe pse telefoni më thotë që sa dzet. Por gjithsesi s'ka problem nëse sa dzet, do ta shijojmë jashtë. Po, ti çojmë çantat, ti mylli, ti fusi tarraqet, ti mylli edhe ikme. Njashtë të pasha gjithmonë, për çdo javë. Çdo fund javë kisha dashur. Tash na u nismi në rrugës. Unë alë sabahi pak me blej dhe ta fshani, për me blej dhe qa për me pje rrugës e kështu. Edhe jam të rregullu këtë numën që kena blej, s'kam blej, por ama numën që ba me këtë esimin. Edhe atëherë, po, çdo gjë është gati. Jam shumë emocionuar për këtë lloj udhëtimit, se ky udhëtim ka shumë vjet me Sabajn që dona me ba një udhëtim jashtë shtetit, jashtë Francës, edhe kur sa rritme me ba një udhëtim të dy bashk, rritme me ba të dy udhëtime veç, por as një udhëtim me ba pushime dikun tjetër, nuk e kina pas mundësin hala, edhe tash na erdhi kjo mundësi. Sabajn më ba një dhuratë për të linjës, si që thash fillim videos. Jam shumë emocionume, faktikisht. Nice. Si dia ju thash mu thoni. Po më duket ju thash mu thoni. Nëse në ju kam thash shnedja. Po, tash ka që kisha mi ju thonë edhe shifena ma vonë. Ne më bërrit me në aeroport. S'ki dal hiq të kjo vlogu. Se dali ma vonë pra. Shumë të një rrallë? Jo marrë vartë, për ku janë këta tash? Që ku është ja? Tash të jena të jik me gjithë terminalin ku e kena. Edhe shifena ma vonë. Nuk e kisha menu që s'kena rrallës ka me kanë shpi. Kam prit që s'kena tjetër ka me kanë destinacionin. Por s'pos ka kanë e shkryp të kja gja. Unë e jam shpi, dje që unë nisme për me shku në Turqi, se kam të regu po ju të regaj. Shku me në aeroport, gjithdo gja në regu, kalu me kontrolin e policis, gjithdo gja në regu, dhe të dera avionit janë disa njerëz, ashtu gra, se punojnë aty, po ta qysë stewardesa, së gjithë më i qujtë ata. Si quen faktikisht. Edhe ata aty, ju kontrollojnë biletat edhe pashaportën edhe një herë. Okej, shumë mirë, kalajon e para, ma kalon mu pashaportën edhe më thot mu prit këto. Isha po këhabish, me nejse, jep kartën të me kështo, e identitetit e këta, edhe më thot mu, për thot se du të me komuniku thot me dikën tjetër që me verifikua mu nështë me kalua ju. Pse i thëmone se nga që nuk ke vizë, më thojnë, pashaporta që ti ke të kërkan vizë për me hinë shtetin e Turqisë. Thalen priti to. Okej, thëmone, prita. Kalan Sabahi ja vullosi, Sabahi ka pasaport shqiptare. Ja vullosen edhe se më shmë shku ma ja bënë Sabahi, jo, zotë se më do të priti krun. Edhe ma bënë edhe mu, po se më qatë nuk me baj, se më si ta marrë vizën, se nuk, po ja kisha i den se si ta marrë vizën, s'pa kuptosha. Piti të sa deri në fond ma bane e mu. Edhe në nejte një 10 minuta prita, po t'ishe që me baj, ishe të hinë me kërku në Google a duhet vizë, thash po si atë ja fut katë, atë ja pa shu do të vizë. Nuk ma kishte marrë njerëz me një kor, që për me shku në Turqi, o do të një vizë. Unë kam menu, e kam di që nuk ashtë në zonën Schengen, por kam menu që ashtë si puna Shqipnis, që u tanë në për Europë, që shkën Turqi, pa viza. Nuk e nevoj për viza, ma. Edhe, kështu e kam menu edhe në Turqin, mi u thanë drejten. Thjesht një informacion që se kishte hikur në punë me zbulu, faktikisht. Edhe i nodhi edhe një dikuj tjetër, i nodhi 3 vetave një ashtu, një arriti me zjarë vizën, të aji një që e pash faktikisht, atë një vanë se hini me kontrolu për vizë. Edhe i thëmën asaj, fali i thëmën, a mund është lutëm i thëmën me ma të regu se si me zjarë vizën i thëmën, si ta bëj aplikimin. Mëna, hinë thët të kjo faqe, thët, për nuk ka me të dalë viza ja bani, gjithsesi.
E qyra, unë se nuk e jam, unë është pakten me ma tregu se ku hiet. Po tha heni to. Edhe veç një informacion, veç një informacion të vetëm i kërkova, dhe më tha ju nuk di, pyta një stewardess tjetër, pa e që stewardess. Edhe pyta një tjetër, i thëmë në, më fali thëmë, të kjo kategoria këto, të cila kategori hione? Edhe më thot aja mu, të i kjo i to, okej, e bajo në aplikimin, paguja ashorancen, se u do të një ashorancë për mba aplikimin për vizë, arri për me marrë ashorancen, arri me hite faqe zyrtare, hi aty, qëjt të nga fotot biometrike, shqyqyr që i kësha të në telefonet që di që mund që s'maj kur foto biometrike gjana në telefon. Qëj pashaporten, qëj certifikatin e linjes, si qëj krejt, sa është t'i pion për me ashtu, për me basej, më thot aty për me prit, 30 minuta ishte pritja. Jo, nuk arrita faktikisht me qu certifikatin, për mu që me qu mrapa, gjithsesi. Se nga që isha të prit për me anis në foto. Edhe shumë mirë, marron me prit, kaloj 2-3 tjerë, edhe një tjetër pun, veç se i marote viza për një dit, jo një dit, por ajo këthete mësi një dit, edhe i marote pa kur para saj mu këthy në Francë, thotaj. Edhe asa ti nuk e priten që me i dal viza. Edhe i thëmën e të lutëm, i thëmën a ban veç pak me prit, i thëmën se nga që nuk nam të prit përgjigjen, jo tha nuk muna në azoj me të prit, ne kina myll tha gatein, edhe aty në tjeve jo kina myll gatein. Por faktikisht, gatein nuk ishte myll, nga që neve, mu e sa bajt, nuk le kishin marrë pashaportat për me i kalua të për me fshjermën tonë, me thonë që nuk kanë hyp në avion. Gate o myll, masi na i nuk insistu me manë, masi na i thama, okej, mirë, se nuk kisha ma fuqi mu marrë me ta kam nejt një orë një të në kam, për mu në me dzjanë një vizë, edhe plus që se dishe si djerët, edhe në fone atëherë, ulan aty, si isha tu drill prej stres, për një anksit që më kishte kap, edhe më tha, të lutëm, tha, më në thamë ju marrë pashaportat, tha edhe një herë, po i thashën që, kjo dhash pashaportat, e myllën gatein, shumë mirë puna, atëherë këthyme në shtëpinë tonë. Sot nuk kam filmu heq, edhe pse kam dalë kam këtë disa gjana, nuk kam kënë fuqi heq. U mërzita me thonë drejtën, se ishte diqa që me zi e priqe, ishte një udhëtim që e kisha me shumë qef, ishte qysh në dhëtor, ma ne fillua me fajcu vedin, thosha është faj jem, unë që hi e shofë gjithë shanë Google, rri e kontrola e gjana, dhe në fund, këtë gja, unë nuk e kam kontrolu, se nuk ka shku kur në menje, që për me dështë me shku në Turqi, u do të një vizë. Atëherë kam zbulu ma shumë, që u do të me shku viza, dhe kur ke pashaportën franceze, u do të në shumë vene, pa lidhja. Po, edhe i thash sa bajt, kështu morë me mësim, që para se me unisë për më shku t'ikon, Elda më kontrolu gjithmonë, a duket me pas vizë, a jo. Por gjithsesi, për i kësaj kam zjerë disa mësime me thonë drejten, edhe po, kaq. Ta marim vedin me të mirë, edhe i thash sa bajt, hajde dalim, i thash sante, masi u ba, se u ba, po, kaq. I kam hapa dhe herë gjanat i kam vune për vene, në ollin këta gjana, një tjena, kurse kësha menu faktikisht të kështë me mnoll, por gjithsesi që ku jena, na në ollin edhe neve. Ska gjanë, 3 jena, jetën e kina për para, kina mollë tu, kina më shkull shumë venet bots, kina më shkollën Turqi, edhe po, ta marim jetën me sportivitet, mësi kam qajt mram tanë rrugën të kësi për Paris, këto kam qajt 1 orë, vi zbëdalja. No. No? Oh, don't cry, are you? Ta marim vedin me të mirë. Po, pozitivite i këna tha. Nese të ashtë, ti kun po hup ko, edhe bo fola. Shifna ma bon. Hajde, mërë vedin me të mirë edhe te. Masin Turqi nuk shkove. Edhe e forta si i thanën sa bajt, a dhe me kalu të ajo, ja bëjt sa bajt po, tha po më lërgru, se për te jam të shku. Cile ishte? Ja, me cile ishte? Këtë video kam venos me mbyll këto, sepse nuk kam asnjë gjë që ju tregoj më shumë. Me t'ju thënë drejtën, këtë javë ne kisha planifiku me kalu atje, kisha shumë video llogaritna për atë. Nuk u bë për me shku, nuk ka problem. Jam e mërziton shumë.
Me t'ju thonë drejtën se dje mërëm sa hapa Instagramin veç kur më doli një video e Istanbulit janë isa me qajt prap se s'ka problem. Bashkë dhe të shifnat e videoja tjetër edhe mos harroni me ba like edhe subscribe. Do të thoni jo pse Venusa me hedh këtë video. Venusa me hedh këtë video sepse kjo video filloi për mu hanë një top. Doli mirë, nuk shkoj ashtu siç duhet, për mu nuk ka rëndësi. Kam vendos që me hedh sepse është një diçka që nol pjesë e jetës teme. Përderisa kam vendos me tregu disa pjesë të jetës teme, përderisa këtë pjesë kam fillu me e filmu, kjo pjesë ka me dal një top. Po, ka që kisha edhe bashkë shifnet e video tjetër.